Sapo ishte duke e përfunduar këtë 11 ditëshin e lejes, e kreu dhe aktin fatal të cilën mediat turke, mediat vendese ka quajtur një ngjarje që të ngrinë gjakun. Zhvillimet në Turqi me kryefjalë patjetër takimi midis Erdogan edhe Mitsotakis do t'i bashkëbisedoj me gazetaren Nada Dosti. Nada, të përshëndes, faleminderit. Përshëndetje. Paraqisht doja një përmbledhje të një ngjarje të rëndë që sapo përcolla. Një 35 vjeçar pothuajse shuan të gjithë familjen, vret edhe veten. Ka dalë në dritë, le të themi, arsyet sepse ka kryer këtë krim? Jo, ende nuk kanë dalë në dritë arsyet. Domethënë ka nisë hetimi, por për arsyet ende janë të panjohura. Çfarë dim për 35 vjeçarin, që me sa lexova kishte marrë leje nga burgu dhe me të mbërritur në familje ka kryer aktin fatal? Po, ka marrë leje për 11 ditësh, siç e përmendet nga ju, nga burgu ku ishte dënuar me 4 vite gjysmë për kërcënime dhe mashtrime. Madje ka pas marrë dhe një leje arresti, nuk e di se si quhet, domethënë ajo që duhet të rish së paku 200 metra larg personit, pra një ndalesë, le të themi. Dhe megjithatë e ka thyer dhe këtë sapo ishte duke e përfunduar këtë 11 ditëshin e lejes, e kreu dhe aktin fatal të cilën mediat turke, mediat vendese ka quajtur një ngjarje që të ngrinë gjakun.